Një nga lojtarët më në formë të Shqipërisë, ansori i sulmit, i qetëson të gjithë para Serbisë. Do të jem gati. Arber Hoxha po kalon një nga momentet më të mira karrierës së tij, ansori i sulmit kuqezi po luan rregullisht me Dinamon e Zagrebit, duke shënuar dhe të në asiste, por në ndeshjen e fundit futbollisti pësoi një dëmtim që shqetësoi jo pak stafin e kombëtares kur na ndajnë disa ditë nga grumullimi për ndeshjen ndaj Serbisë. Megjithatë ka qenë lojtari ai i cili përmjet një interviste dhënë për 24 sata ka theksuar se rikuperohet për në ndeshjen e së njëjtës ndaj Makabit të Tel Avivit që ekipi i tij luan në Ligën e Evropës. Mos u bëj merak, unë do të jemi gati për Makabin tënten dhe nuk jam ankuar asnjëherë as kur po luaja. Kovačević më ka besuar që ditën e parë këtu jam shumë i gëzuar që në fund gjithçka po shpërblehet, që kur hedha te Dinamo unë jam stërvitur në maksimum, kam besuar te vetja ime dhe nuk jam ankuar asnjëherë. Unë thjesht po prisja shansin tim, besoj se ka ardhur momenti im, tha ansori i sulmit, i cili regjistron 2 gola dhe 2 asist në të ndeshjet e fundit që ka luajtur me Dinamon e Zagrebit.